Halleve lokale llogarin POA kërkojnë në qendër. Drejtore e Asamblesë të Kryeqytetit i azon derën qeverisë bashkë edhe me deputet opozitar duke i kërkuar kryeministrit në detyrë të hap rrugë. Blokadës për të cilën e bëjnë fajtor Albin Kurtin, këta thonë se sherrin po ja shohin komunat. Prishtina pritet të mbetet e bllokuar pa unazën e jashtme apo Prizreni pa projekte digjitale. Kosova nuk ka kohë për të humbur. Qytetarët nuk kanë kohë për të pritur kalkulimet politike të askujt. Kurtin akuzojnë për stagnim edhe ligjvënësit e Partisë Demokratike që i kërkojnë të lëzyrën në kryeministri. Ai dhe ministrat e tij, të cilët janë në këtë objekt, janë uzurpator dhe duhet ta lirojnë këtë objekt. Dhe e dyta, ata duhet të kthehen në kuvendet i hapin rrugë krijimit të institucioneve të reja të vendit. Pra Kosova po stagnon. Për shkelje të kushtetutës e quajnë recidivist, gjërsa konsiderojnë që u mori mandatin 120 deputetëve me një synim. Me vetmin qëllim me gjetë diku një derë në mënyrë që edhe pozicionin e presidentit me e kap për partinë e vet dhe me kthy logjikën e partisë që udhëheq parti shtet. Nëse vazhdohet me mos konstituim të kuvendit e mos formim të institucioneve tjera, u tha se arrihet dobësimi i Kosovës, për çka për ta parandaluar janë paralajmëruar veprime të vazhdueshme nga PDK dhe Alianca.